Bashkëpunimi strategjik mes Tiranës dhe Tel Avivit për ngritjen e industrisë ushtarake shqiptare me Elbit Systems ka ndezur alarmin në Ankara. Turqia kërkon sqarime për kontratën që mund të shënojë fundin e aleancës mes Tiranës dhe Erdoganit. Në hijen e tensioneve rajonale, Shqipëria ka firmosur një marrëveshje të gjerë me industrinë izraelite të mbrojtjes Elbit Systems, që përfshin furnizime me armatime, kredi shtetërore dhe ngritjen e një fabrike prodhimi në vend për dronët. Burime diplomatike konfirmojnë se Turqia është alarmuar nga afrimi i Tiranës me Tel Avivin, duke e parë si lëvizje të drejtuar nga Washingtoni dhe si thyrje të boshtit Rama Erdogan në rajon. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Turqisë po kalojnë periudhën më të tensionuar që nga afrimi i Edi Ramës me Recep Tayyip Erdoganin në vitet e para të pushtetit. Shkaku i acarimit është marrëveshja e fshehtë e qeverisë shqiptare me industrinë ushtarake izraelite Elbit Systems, një nga kompanitë më të fuqishme të botës në fushën e armatimeve. Sipas burimeve diplomatike dhe raportimeve të mediave izraelite, marrëveshja nuk është thjesht kontratë blerje armatimesh, por pakt strategjik që parashikon furnizimin e Shqipërisë me armatime të avancuara dhe municione, kredi shtetërore të garantuar nga qeveria izraelite, ngritjen e një industrie të përbashkët ushtarake në territorin shqiptar, nën kujdestarinë e kompanisë Elbit Systems. Kredia do të mbulohet nga Agjencia Shtetërore Izraelite Ashra, çka do të thotë se vetë qeveria e Izraelit garanton pagesat dhe ndihmon në ngritjen e infrastrukturës së prodhimit. Në terma praktik, kjo do të thotë ndërhyrje drejt për drejt e shtetit hebre në modernizimin e kapaciteteve ushtarake të Shqipërisë. Duket se kjo marrëveshje përfshin reaktivizimin e uzinave të Gramshit dhe Poliçanit, ish baza të industrisë ushtarake shqiptare që në komunizëm prodhonin artileri, municione dhe eksploziv. Në fazën e parë bashkëpunimi do të zhvillohet përmes kompanisë shtetërore Kajo, e cila do të administrojë industrinë e re ushtarake, ndërsa Elbit Systems do të ofrojë teknologjinë dhe licencat për prodhim. Sipas planit, Shqipëria do të nisë prodhimin e municioneve dhe topave të mesëm në tunelet e dikurshme të uzinës speciale të autotraktorëve Enver Hoxha, ndërsa prodhimet do të jenë kryesisht për eksport, në veçanti drejt vendeve të NATO-s dhe aleatëve të Izraelit. Në të ardhmen pritet që në bashkëpunim me kompanitë izraelite të nisin edhe prodhime të dronëve ushtarak të tipit Magni X dhe Thor, që janë homolog të bajraktarëve turq. Ndaj ky fakt duket se ka acaruar jashtëmase Turqinë, pasi ajo kishte propozuar më herët një bashkëpunim të ngjashëm për prodhimin e dronëve bajraktar në Shqipëri, projekt që Rama duket se e ka refuzuar në heshtje. Sipas burimeve diplomatike në Tiranë, Ankaraja ka kërkuar sqarime zyrtare për marrëveshjen me Izraelin, duke e cilësuar si akt jo miqësor dhe shkelje të frymës së partneritetit strategjik mes dy vendeve. Diplomatët turq kanë sinjalizuar se marrëveshja është një rreshtim i qartë i Shqipërisë me bllokun izraelito-amerikan në kurrizë të interesave të Turqisë në rajon. Në qarqet e Ankaras, Rama shihet si politikisht i lëkundur dhe i papërgjegjshëm, ndërsa disa media pro-qeveritare në Turqi e kanë akuzuar hapur se po bashkëpunon me një shtet nazist. Në Shqipëri, media të lidhura me qeverinë turke kanë nisur një fushat propagandistike kundër marrëveshjes, duke i quajtur pakt me një regjim që vret fëmijët palestinez, ndërsa paralajmërojnë ftoje të marrëdhënieve Ankara-Tiranë. Burime nga Ministria e Mbrojtjes konfirmojnë se kontingjenti i parë i armatimeve izraelite është gati për të transportuar në Shqipëri me avion ushtarak. Në paketë përfshihen obuzë të tipit Atmos, artileri e lëvizshme 155 mm me rrezë zjarri mbi 40 km, dron taktik Magni dhe Thor për zbulim dhe goditje, municione të avancuara artillerie dhe sisteme komanduese. Atmos është homologu izraelit i topave obuzë të blerë kohët e fundit nga Britania e Madhe, blerje që Rusia e interpretoi si operacion i ndërmjetëm për furnizimin e Ukrainës. Sipas burimeve ndërkombëtare, një pjesë e armëve që vijnë nga Izraeli mund të jetë destinuar për rishitje në Ukrainë si pjesë e marrëveshjeve sekrete të mbështetjes perëndimore ndaj Kievit.